kjo është shpella e vogël ku është strehu pejgamberi alayhi salatu wasalam ditën e Uhudit. Një ditë shumë e vështirë për pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, për thirrjen islame, për sahabët. Një ditë kur ran shahid sa prej sahabëve të mëdhenj, vllau i qumshtit të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, agja i tij, Hazreti Hamzaja, Hazreti Musab ibn Omeri e shumë sahabë të nderuar, të cilët dhanë jetën për të mbrojtur pejgamberin, për të mbrojtur këtë fe të mallnueshme islame, për ta përcjellë dhe për ta mbritur kjo fe e pastër deri në ditën e sotme. Subhanallah, ka momente të caktuara kur njeriu duhet me sakrifiku për fenë e tij, me sakrifiku për parimet e tij, me sakrifiku për dinjitetin e tij, për krenarinë e tij. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam që Allah azza wa jall e kishte begatuar me mrekullitë e panumërta, mrekullinë e Israzit, Mirajit, por jo vetëm, edhe që mund të ishte krejt jeta e tij e shoqëruar me Isra dhe Miraje të ndryshme. Mirë po Allah azza wa jall don me na mësua nëpërmjet këtyre situatave me të cilat u përball pejgamberi alayhi salatu wasalam, se jeta e muslimanit nuk është thjesht jeta e atij që pret për tu realizuar dhe për të ndodhur mrekullit dhe për t'i kaluar çdo situatë të jetës me disa lexime, me disa këndime, me disa frymje dhe ndodh mrekullia. Jeta është sakrificë, është përballje. Do të gjakosesh, do të pluhurosesh, do të sulmohesh, do të detyrohesh me ndjek gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, qoftë edhe me hyrje në një vend të ngushtë si ky, për të ruajtur jetën, për të ruajtur atë shenjtëri që ti man me vete prej udhëzimit hynor. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na mësoi një gjë të tillë. U gjakos, u pluhuros, u lëndu, desh të vritej atë ditë dhe u strehu në këtë vend. Pejgamberi alayhi salatu wasalam është shkolla e madhe të dashmit e mi. Ne nuk i përballojmë sprovat, ne jemi të dobët. Mirë po kur kthehemi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe shohim se me çfarë është përball zotnia e jon, patjetër që kuptojmë se ka një mundësi shumë të madhe që njeriu nëpërmjet besimit dhe nëpërmjet shembullit të Hazreti pejgamberit alayhi salatu wasalam e ken më i forti edhe më i durueshmi, edhe ai që përballet me vështirësi samalet. Sallallahu alaihi wasallam, që është shkolla e durimit, shkolla e dashnisë, shkolla e mëshirës, shkolla e burrnisë, shkolla e krenarisë, shkolla e sakrificës dhe përkushtimit për hir të Allahut azza wa jall. Nga ky vend i ngushtë, por me një përshpirtje të jashtëzakonshme, ju uroj çdo të mirë dhe bekim dhe lutem për gjithë secilin për jush. Allahu ju dashtë.